E nisim këtë edicion me një ngjarje tragjike që ka ndodhur në Ferizaj. Policia e Kosovës ka raportuar për një rast të rënd të ndodhur atje, ku një e dyshuar grua ka lindur foshnjën e saj në tualetin e emergjencës. Foshnja, siç ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt Kanon Veseli, për medjen tonë ka qenë në gjendje të rënd shëndetësore dhe ka vdekur vetëm pak kohë pas lindjes. Policia e ka cilësuar rastin si vrasje foshnjës gjatë lindjes dhe me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar për obduksion, ndërsa rasti po trajtohet në procedurat të mëtejshme hetimore. E dyshuara për momentin po qëndron në repartin e ginekologjisë në Ferizaj për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, thot Veseli. Ka pasur konfirmime nga spitali, nga prokuroria, po ashtu është deklaruar, që do t'i lexojmë pas pak, por ndërkohë edhe Kosova Live ka marrë vesh disa informacione për sa i përket gjithë kësaj ngjarje. Sipas burimeve të Kosova Live, vajza 19 vjeçare kishte shkuar në emergjencën e spitalit të Ferizajt të shoqëruar nga një familjar, vetëm për një kontroll mjekësor pasi kishte pasur dhimbje barku. Sapo është ndjerë më keq, ajo ka hyrë në tualet, ku e vetme ka lindur foshnjën. Më pas ka dalë në korridor, ndërsa një pjesëtar i stafit mjekësor ka shkuar në tualet dhe ka gjetur foshnjën aty. Fillimisht, e reja nuk ka pranuar se foshnja ishte e saj, por më vonë në prani të policisë e ka pranuar këtë. Ajo është dërguar më njëherë në repartin e ginekologjisë për trajtim, ndërsa foshnja në gjendje të rënd shëndetësore fatkeqësisht ka vdekur më vonë. Pra, bëhet fjalë për një grua 19 vjeçare, ashtu siç tha edhe Amiri, ajo ka shkuar në emergjencën e spitalit të Ferizajt, e shoqëruar nga një familjar me disa dhimbje dhe shqetësime shëndetësore që pati ajo. E më pas, ajo ka kaluar, themi kështu, në tualetin e emergjencës dhe gjithçka ka ndodhur aty. Megjithatë, kjo është ende në hetime të policisë së Kosovës dhe prokurorisë, ajo po qëndron në ginekologji, ndërsa foshnja është dërguar në obduksion për të kuptuar gjithçka se si ka ardhur deri tek ky rast. Po. Do të lexojmë diçka nga prokuroria, nga komunikata e prokurorisë. Prokuroria themelore në Ferizaj njofton opinionin publik se prokurori i shtetit është njoftuar nga sektori e rajonal i hetimeve në Ferizaj lidhur me një rast të vdekjes së një foshnje të porsa e lindur në emergjencën e spitalit në Ferizaj. Me vendim të prokurorit kujdesar është iniciuar rast në drejtim të veprës penale, vrasje e foshnjës gjatë lindjes nga neni 176 të kodit penal të Republikës Kosovës. E dyshuara në këtë rast ndodhet në trajtim në Spitalin Ginekologjik të Ferizaj, ndërsa me urdhër të prokurorit, pra, trupi i pajet është dërguar në obduksion, këtë që tha edhe Ajda. Kjo është vetëm një pjesë nga prokuroria çfarë është thënë dhe po ashtu ka cekur prokuroria se janë duke u ndërmarrë dhe do të ndërmarren do të ndërmerren në fakt të gjithë hapat konkret për sa i përket kësaj ngjarje të mërshme. Dhe Ajda, siç po e diskutonim ne fatkeqësisht pothuajse diçka të ngjashme siç që nuk kemi dëgjuar edhe më herët, është natyrisht për ta ardhur keq.